Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një grua ka ndruar jetë mbrëm në Gjakov pasi kishte rënë në ujë nga ura e Mogolicës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, i cili ka bërë të ditur se fillimisht viktima ishte dërguar në spital për trajtim mjekësor, por se spitali kishte njoftuar më vonë se gjendja e saj ishte përkeqësuar dhe ka ndruar jetë. Elezaj ka thënë se janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Një person ka mbetur i vrarë nga të shtënat me armë zjarri në fshatin Bokshec të Klinës. Viktima u qëllua për vdekje nga vëllau i tij pas një mosmarrëveshje verbale. Indjeri ishte veteran i luftës së UÇK-s. I dyshuari lidhur me këtë rast është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë. Kryetari i komunës Klinës Zenun Elezaj ka reaguar lidhje me ngjarjen tragjike në këtë komunë. Elezaj ka shprehur ngushëllime familjes derisa ka thënë se viktima do të kujtohet si person i respektuar dhe i dashur. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Peter Sorensen, takimin me zyrtarin e lartë të Departamentit të Shtetit Brendan Hanrahan, e ka vlerësuar të shkëlqyer. Përmes një postimi në platformën X, Sorensen ka shkruar se kanë diskutuar për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe kanë shqyrtuar arritjet e fundit dhe se siguruan harmonizimin e hapat përpara. E shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, në takimin e fundit me gazetar në përmbyllje të mandatit të tij, ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk mund t'i tregojë Kosovës se kë do të zgjedhë për president. Tutje, ai ka vlerësuar se zbatimi i ligjit për të huajt është frymëzim për vendet e BE-s dhe mund të nxjisë dinamika të reja në procesin e aplikimit Kosovës për antarësim. Orav gjithashtu ka theksuar rëndësinë e asociacionit të komunave me shumicë serbe në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Pas një procesi gjyqësor që zgjati më shumë se 10 vjet, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm 4 ish-deputet të Kuvendit të Kosovës të përfshirë në rastin e gazit Lotësjellës në vitin 2016. Mes tyre janë edhe kryetari aktuale e Kuvendit Albulin Agjiu, si dhe ish-deputetet Pal Lekaj, Donika Kadaj Bujupi dhe Besa Baftiu. Ata akuzoheshin për hedhjen e gazit Lotësjellës në Kuvend në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve shtetërore për demarkacionin me Malin e Zi. Vendimi u bë publik nga avokatët mbrojtës, të cilët thanë se gjatë gjithë procesit nuk është arritur të provohet fajësia e të akuzuarve. Dhuna në familje vazhdon të mbetet njëra nga sfidat më serioze të shoqërisë kosovare, po aq sa angazhimi për ndihmë të viktimave të dhunës në familje. Gjatë vitit 2025, 216 fëmijë në moshën 18 vjeçare kanë raportuar për dhunë në familje në Policinë e Kosovës, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve të raportuara është mbi 2800. Duke treguar shkaqet që po çojnë në këto shifra të larta të dhunës në familje, sociologët thonë se shoqëria dhe shteti duhet reagojnë në rastet kur prindërimi nuk e kryen detyrën e vet. Policia e Kosovës ka njoftuar se rruga nga Prishtina Mall deri në Veternik dhe Anasjeltas sot do t'jetë e bllokuar nga ora 9 deri në orën 11. Për shkak se Federata Atletike e Kosovës ka planifikuar organizimin e garës ndërkombëtare të vrapimit rrugor Kosova në lëvizje, prandaj policia ka kërkuar mirëkuptim nga pjesëmarrësit në trafik që në periudhën derisa zhvillohet gara të shmangin këtë segment rrugor dhe të përdorin rrugë alternative. Sot është dita botërore e ujit, sipas vlerësimeve në botë 1.1 miliard njerëz
ende nuk kanë qasje në ujë të pishëm dhe 2,4 miliard jetojnë pa higjenë themelore. Dita botërore e ujit 22 marsi ka si qëllim të rrisë vëmendjen mbi rëndësinë që ka uji. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takojmë sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.